nga historia e disë në përfundim të Rambojes, ai që të caktuar ishte kryeministri i qeverisë së përkohshme. Dhe unë besoj se nuk keni dieni as edhe me rregullore të UÇK-s apo jo. Përgjigje jo, pyetje. A keni dieni mbi përmbajtjen e ndonjë urdhri të UÇK-s? Përgjigje nuk besoj. Pyetje, faleminderit. A keni dieni lidhur me rolet e Azem Sylës dhe Sokol Bashotës? Përgjigje jo. Pyetje, a keni dëgjuar ndonjëherë për një shkëmbim të burgosurish që ndodhi në janar të vitit 1999? Përgjigje, jo. Nuk kam dieni. Pyetje, faleminderit. Dëshmitari, më lejoni të shtoj se në atë kohë nuk kam qenë i përfshirë në këtë, kam punuar në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare, kam qenë duke punuar në një projekt që kishte të bënte me një libër që do të shfrytëzohej për praktikantët e së ardhmes, nuk ishe i përqendruar në ngjarjet në Kosovë. Nuk i kam ndjekur në të njëjtën mënyrë siç e kisha ndjekur më parë kur kam punuar në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Kështu që jo është përgjigja, nuk kam pasur dieni. Pyetje, faleminderit. Në seancën përgatitor ju tha që nuk keni dieni se për çfarë shkëndesa PU. Përgjigje, kam vendosur që kishte të bënte me një njësi të para-ushtarak, po jo nuk e di. Pyetje, faleminderit. Në deklaratën tuaj e keni përshkruar Hashim Thaqin si jo ushtar, jo ushtarak, dhe po kështu dhe marrëdhëniet me UÇK-n si shumë të vështira. Duhet t'ju pyes disa pyetje lidhur me një ori që keni pasur për Hashim Thaqin. Ju keni pasur dieni që ai kishte kryesuar delegacionin shqiptar në Ramboje. Kështu është? Përgjigje. Nga historia e disë në përfundim të Rambojes, ai që të caktuar ishte kryeministri i qeverisë së përkohshme. Unë, siç e thash, isha i përfshirë në një projekt tjetër në universitet, kështu që nuk e di se në çfarë cilësie ishte ftuar apo cili është roli që ka luajtur gjatë diskutimeve të brendshme të mbajtura në Ramboje. Pyetje, faleminderit. Po kështu ju kishit dieni që ai kishte nënshkruar marrëveshjen në fjalë. Përgjigje, po. Pyetje, a keni pasur dieni se kush kanë qenë themeluesit të UÇK-s? Përgjigje jo. Pyetje, a keni pasur njohuri lidhur me rolin e LPK-s për krimin e UÇK-s? Përgjigje, nuk mund të them se kam dieni jo. Pyetje, faleminderit. A keni pasur dieni se ka caktuar LPK-ja si përgjegjës për të krijuar dhe ndërtuar UÇK-n? Përgjigje jo. Pyetje, a keni pasur dieni që UÇK-ja kishte nisur një sulm të sinkronizuar duke shfrytëzuar granata Hellsit, sulm kundër disa stacione policore serbe në shtator të vitit 1997. Përgjigje, po përpiqem të kujtoj se kam qenë në atë kohë. Mund të kem pasur dieni.